Shpërthimi vdekje prurës i hantavirusit në bordin e anijes turistike MV Hondius ka vënë në alarm autoritetet shëndetësore ndërkombëtare, ndërsa Argentina po konsiderohej si burimi më i mundshëm i infektimit. Anija kishte nisur udhëtimin e saj drejt Antarktikës, pikërisht nga Argentina, vend që Organizata Botërore e Shëndetësisë e rëndi ndër zonat me incidenti më të lartë të hantavirusit në Amerikën Latine. Ekspertët po analizojnë të gjithë lëvizjet e kontaktet e pasagjerëve për të përcaktuar se ku mund të ketë nisur sinqeri i infektimit. Ministria Argentinase e Shëndetësisë raportoi se që nga qershori i vitit 2025 janë regjistruar 101 raste me hantavirus, gati 2 fish, më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Dyshohet se pasagjerët e infektuar në anije janë prekur nga virusi Andes, nga varianti i hantavirusit që mund të shkaktojë sindroma pulmonare në sëmundje të rëndë dhe shpesh fatale që prek mushkrit. Autoritetet vendase thonë se pothuajse 1/3 e rasteve të regjistruara këtë vit kanë përfunduar me humbje jete. Bilanci deri tani i shpërtimit është i rëndë, 3 persona kanë humbur jetën, një tjetër ndodhet në kujdes intensiv në Afrikën e Jugut, ndërsa 3 pasagjerë të tjerë janë evakuuar nga anija për trajtim mjekësor. Një tjetër rast pozitiv u konfirmua në Zvicër, ku një pasagjer kishte udhëtuar pas largimit nga anija. Sipas ekspertëve, hantavirus transmetohet zakonisht nga kontaktet me brejtës të infektuar ose me urinën, jeshitjen dhe përshtymen e tyre. Megjithatë, në rastin e virusit Andes janë dokumentuar edhe raste të rralla të transmetimit nga njeriu tek njeriu, sidomos mes kontakteve të afërta. Autoritetet shëndetësore ndërkombëtare po monitorojnë situatën me kujdes ndërsa vijojnë hetimi për të kuptuar nëse shpërtimi ka nisur në Argjentinë apo gjatë udhëtimit në bord.